Tani do flasim për tregun e aksioneve, do flasim për indekset kryesore, do fillojmë mirë me S&P 500, Nasdaq, edhe pastaj do hyjmë ndoshta edhe te ca tregtime që kemi hapur këtë javë, menaxhimin e ca tregtimeve të mia, edhe Yrti ka një surprizë për ju, një stok për të treguar se çfarë mund të realizoni me options trading. Po që dini se çfarë të bëni me options. Okej. Fillojmë tani me ku është S&P 500, se kam bisën këtu. Okej, tani po shikojmë chartin e S&P 500, në shikoni këtu vizatimet e mia, si zona që unë kam parë që mund të ritestoj edhe ku mund të shkoj. Dhe shikoni që unë kam pasur parashikimin tim, pse mund t'i shikoni javën e kaluar, që kam pasur ritestimin e kësaj zone 5680. Ka qenë një zonë që ka pasur supporte më para dhe rezistenca shumë, dhe tani mund të jetë një situatë që krijohet një rezistencë. Është për të parë se sa thellë do mund të bie tregu, sepse ndoshta nuk ulet fare. Unë aktualisht kam parashikuar këtë lloj lëvizje në treg që do shkoj për lart. Mund ta quajmë një dead cat bounce me shpresën që është një V-shape reversal, por mund të bëjë një double bottom. Kjo është frika që ka mund të tregu. Një zonë tjetër që është me interes, po që ne po shikojmë në themi një rritje më të madhe, është zona e 5800, që mund shkoj këtë javë, dhe pastaj kjo e bën më të favorshëm tregun për një rritje. Tani unë personalisht S&P 500 nuk e tregtoj. Unë e përdor S&P 500 si një farë guide për animin e tregut dhe për të gjetur ide të reja. Një bin që kjo mund të shkoj deri këtu, të bëj konsolidim dhe pastaj kemi një shpresë për më lart. Diçka të tillë do ishte scenario bullish. Kemi edhe këtë scenario tjetër bullish që është këtu, dhe pastaj një rritje, dhe kjo do bëhet pak më ngadalt scenario bullish, dhe pastaj kemi scenario bearish. Por te kjo zona, unë personalisht do jem shumë i kujdesshëm këtu, me idenë që ka një zonë historike që ka qenë support, resistance, disa herë, dhe një zonë që është vendosur prap tregu për këtë rënje më të thellë. Se shikoj, ka ikur pak më poshtë, është rritur pak më lart, dhe mrena kësaj zone 5600, 5700 ka qenë një moment që tregu ka marrë vendimin që të shkonte short këtu. Dhe këtu ndoshta të bëhet vendimi se nga do hanoj tregu. Kjo është parashikimi im, ose le të themi skenari që unë kam në menjën time kur shikoj S&P 500 për të përgatitur veten dhe për të menaxhuar situatat në aksionet që unë jam i pozicionuar. Yrti kishte diçka për shtu? Diçka që kam parë, domethënë te S&P 500 është që ke pasur rritje të çmimit, po e ke pasur pa volum gjatë kësaj jave. Po thuaj se çdo ditë që rritesh e çmimi nuk ishte volumi shumë i lartë. Është edhe kjo tregon një shenjë që po presin lako më lajme për të pasur një eufori të madhe. Prandaj nuk është se jam pozicionuar asëm të S&P. Përveç blerjes periodike që bëj një herë në muaj ose një herë në të muaj. Është një mirë për të ardhmen, është një investim 20-30 veçanë ndoshta se edhe për. S&P kur nuk tregon volum, ndoshta tregon që nuk ka investim nga institucionet. Nuk ka investim nga investitorët afatgjatë. Mund të jetë thjesht një lëvizje euforike që po blihet nga tregtar jo me eksperiencë, por është për të parë. Unë personalisht dhe ca tregtarë të tjerë që unë njoh e kemi tregtuar, dhe kemi dalur shumë mirë me ca tregtime gjatë kësaj valës në rritje. Palantir është ajo që vjen më në mendje, e ka ishte se për shumë mirë. Sofi pasardhi si e cilë shumë mirë. Palantir ishte një nga tregtimet e mia. Mikrostrategjia ka rritur me Bitcoinin. Por një gjë që do të thuaj tek këto është që
S&P 500 është një zonë që është nën 200 SMA. Kur shikon Palantirën dhe po i futën një 200 SMA është mbi 200 SMA. I bin që Palantir po tregon fuqi relative ose stabilitet dhe ka një biznes që tani ka marrë kontratë edhe nga NATO, ka faktorë të tjerë. Kështu që mund të tregtoni dhe në këto momente të këqija biznese të mira që kanë le të themi rritje më të madhe se sa S&P 500, por rritja e S&P 500 ka ndihmuar gjithë tregun, gjithashtu edhe Palantirin. Kjo është një zonë shumë e rëndësishme vendimtare për tregun, edhe është për të parë kjo zona e ndete 5800 po mendoj unë, sepse është edhe kjo zona që është struktura e Wyckoff. Kemi edhe këtë. Kjo ka qenë një Wyckoff distribution, për ju që jeni kurioz të dini çfarë është, mund shkoni në Google dhe kërkoni. Kjo ka qenë Wyckoff distribution, pastaj shitje, bear flag, shitje, tani rritje stim të kjo zona. Këtu do ketë jo vetëm rezistencë, por edhe vendimet kryesore për options që ti i tregton. Kjo është një moment kyç për options për long. Në opsionet e pritje domethënë ishin të gjitha puts, kështu që ishin diku te 70-80%, edhe u dojën të gjitha atje. Duket? Në 30 prit. Kështu që përta kishim edhe atë rritjen euforike tjetër 1%, pothuajse S&P ishte thjesht blerësi që kishin u dojën puts edhe janë detyruar ta blejnë aksionin për atë çmim që kishin në puts. Po. Kështu që kjo ka qenë edhe një lëvizje nga institucionet ndoshta se për të skaduar ato berë që kanë hyrë. Se shumë berë hyn këtu poshtë. Po. Kur unë hyra bearish te ca asede, kam hyrë këtu te 5700, 5800 short. Se kam tregtuar edhe unë short se disa stocks, por nuk i ndaj në Telegram se është pak i rrezikshëm për fillestarët edhe kam frikë digjen. Palantir ka qenë një nga ato që kam tregtuar short, ka qenë dhe HIMS. HIMS kam tregtuar short dhe ca të tjera. Okej, kjo është gjendja e S&P 500, këtu është një rezistencë shumë e madhe, zonë vendimtare për mendimin tim. Këto javë dhe vendimtare për tregun. Kemi tani Nasdaqun dhe kjo pak a shumë njëjtë informim me gjithë tregun, kjo përfshin më shumë biznese teknologjike. Kemi pasur double top e thyrjen e vizës trendit këtu, bear flag, ulje, bounce tani, rritësim të kjo zona. Unë do shikoja, le themi, ndoshta kjo zona këtu. Si një zonë vendimtare, se do shikosh dhe historikisht si kam bërë vizatimet. Kjo zona ka pasur shumë ngarkesë, shihon. Tani bën edhe pak val për lart, por ka pasur shumë e themi support e rezistenca, prafërsisht do ta shikojmë më mirë zonën më vonë. Ta vizatojmë për rezistencë këtu, thyhet, support, thyhet, rezistencë prap, shkon për poshtë, rezistencë poshtë, support, shkon për lart, këtu ka qenë zonë supportit, shkon për lart, pastaj thyn, vin poshtë, rezistencë, short, është pikë pyetja që unë bëj tani. Kemi rezistencë këtu, te 20 ca mi, a do shkojmë short, është pikë pyetje që unë kam. Okej. Kjo është edhe gjendja e Nasdaqut, Russell 2000 nuk është rikuperuar, është pak si më ngadalë sepse është më rrezikshëm. Unë do shikoja, e themi, edhe te kjo, ndoshta kjo zona, shikoje, disa herë, ku e kam unë vizën këtu, pak edhe më shumë, pak më lartë, pak më poshtë, një zonë historike, disa herë që ka kapur, shikoje, jo vetëm këtu, këtë vit në kaluar, pa ka kapur dhe në 2022 këto zona rezistencë, 1, 2, 3,
ka qenë një support këtu disa herë. Kështu që zona 2000 është një zonë shumë e rëndësishme për Russell. Dhe këtu besoj që është për të parë gjendjet në hapjen e tregut dhe pastaj me normat e interesit që të dalin të mërkur. Por kemi kujdes të këto zonat për mendimin tim. VIX e përmendëm gjatë podcastit. Se s'du ta zgjash shumë tani, podcastin është bërë gati 1 orë. Kemi VIX, shikoje, kam vizatuar RSI këtu, një vizë në RSI, çdo herë që kap të zonë kemi rritje të volatilitetit, rritje pak më ulët këtu, po gjithsesi këto raste e tjera rritje. Dhe tregon që diku te 70-80% të rasteve kur e kap këtë zonën ka rritje. Edhe tani ku jemi, ka kapur më para këtu, të zonë këtu, ka thyr këtë zonë këtu, po ka kapur 1, 2, 3, rritje volatiliteti tregon ulje tregu. Këtu jemi tani te VIX-i, tani mund t'i dhe pak më shumë për poshtë dhe pastaj të rritje. Unë shikoja diku te një rritje, varet çfarë lloj lajmi do dali, çfarë gjë, diku deri te kjo zona këtu, 31 do shikoja unë. Të një rritje te VIX. Por kjo tregon probabilitet të larta, se nuk i kam hyrë shumë historikun më para, po nga 2024 deri tani këtë gjë ka bërë te një ditori VIX. Nuk ka bërë gjithmonë, por me probabilitet të lartë. Aksionet që ne kemi bler të premten ishim blem të Quantum, që përmendëm pak më para. Blem të Quantum edhe hym me një zonë, se kam ca gjëra që kemi trajtuar më para, analizat e tjera, po i heqim pak këto. Të shikojmë më shumë tani në moment çfarë ka ndodhur. Quantum pati një rritje të madhe në shtator-tetor të vitit kaluar që ne kemi trajtuar edhe këtë. Dhe kemi ndarë të telegrame gjatë asaj periudhe. Edhe unë po shikoja këtë zonën e 9.3 edhe me një tight stop loss, me idenë që RR-ja të ishte shumë e lartë, 1.5, ndoshta edhe 1.20 këtu, 1.13. Do t'jemi sinqert me dëgjuesit tu, na që shita portfolion tim, pastaj doja të kapja se më vrau që u rritën prap aksionet, thash du të tregtoj. Ca ide që janë me RR të larta që të rikuperoj atë që do kisha marrë me portfolion që shita. Ato me themi 5-6% plus që kisha marrë të portfolio. Revenge trading nga emri. Revenge trading, po me kujdes. Prandaj duhet ta ndaj edhe këtë pjesë. Ose le të themi me logjikë që të përfitoj më shumë. Po të kthjellë që edhe tight stop loss këtu 5%. Me idenë që kur të hyr rulli direkt do kapim një lëvizje të mirë. Tani jemi diku te 1 me 2.4 që kemi realizuar. Dhe mund të shkojmë deri te 1 me 10. 11 mund të marr këtu diku te 20% profit. Kam realizuar 2% të portfolios tim këtu. Mund të marr diku 20% këtu. Po që të shkon te zona që unë kërkoj. Kjo është kryesorja. Po që shkon te ato zonë, po që nuk shkon, unë jam profit. Gjithsesi. Quantum ka qenë, gjithë industria quantum ka pasur këtë shtrëngime të çmimit. Shikoje, kemi i super shtrëngim këtu, që ka pëlqyer shumë, sepse ka bërë dhe një support. Edhe du të mendoni që këto e kemi majtur në vëzhgim që në janar, se kam të top listi këtu, që kam bërë një video për para disa mujësh në janar, kam majtur top list i det më të mira që duhet të trajtohen në valet e para të tregut që kemi këtu Quantum. Të gjitha këto kam qenë me formim të mirë, shtrëngim, dhe i kam darë të Discordi dhe të Telegrami disa herë, por thjesht ato që duan ose kam pasur mundësi të vëzhgoshin,
përfituar. Një shpërthim dhe të kjo, një rërë shumë fantastike këtu, sepse kemi hyrë diku të 7.2 euro mesatare. Rërëja ka qenë me synimi që mund të realizojmë diku 11, por rrezikoj diku të 6% për të marrë 11 këtu, 11-13. Prap, edhe këtu mund të marrë diku të 10-15% profit. Varet se sa do na heci kjo. Me kuptim, me këto dy tregtime mund të bëj të akaunti im diku të 20-30%. Po që më hecen mirë. Revenge trading me kujdes, me analistët dhe jume. Unë dhe atë fjetë e Palantieri revenge trading, po e dalova vetën. Sepse do la të ishte pesa, edhe do atë fjetë prapë, po iku shumë, po bët double top, që do shtë për short. Po që kompani që kam shumë besim, që kam frikë cyve dhe për short. Palantir, unë kisha si synim këtë zonë këtu 125, por të mërkurën e shita këtu të 117. Kjo më bëri pak të kisha i natë, sepse kuptohet që kur jenë në një trend dhe jenë në profit, të rritë me rritë më shpejta kapitali, dhe kjo mund të realizohet diku të 1.9 për mu, këtu 1.10. Po flasim edhe 3-4% të tjera, vetëm të Palantiri. Mëse të rë gjithashtu ka hecur mirë, dhe të kjo shita të kjo zonë këtu, nuk është që ka hecur shumë, po prap ka ndikim të portfolio im, se kishë ndërtuar një portfolio me shumë aksione, pastaj shikoj edhe Archer, që vazhdoj për më lartë, shikom edhe më lartë se sa shita unë të kjo zona, dhe kjo ishte arsye pse unë traktova ato kontom me kujdes dhe e ndava dhe të Discordi që këto janë me rërët e mira gjithë çuan që janë atje, që të investoshim në ide më të mira. Unë kisha Ion Q për para e portfolio. Po, kuptoj që të gjitha këto që e kam shidhur të mërkurën kanë qenë gjitha me profit. Kanë qenë gjitha me profit vetëm SMCI-a që pati atë të problemi me earnings, që e shita me humbje. Kështu që nuk është që kam humbur asgjë, është thjesht që kam humbur rritjen. Nuk kam përfituar nga rritja, sepse kisha bërë punën e dur, që të hyja në momentin e dur. SMCI-n e shita me humbje te kjo zona këtu. Pranova, së plosin e kisha diku këtu, humba këtu diku te 0.5%, diçka të tillë. Asgjë të rëndësishme. Për portfolio po flasim. Edhe kaq, kjo është nga ana ime, po flasim tregtimet e mia të aksioneve për javën e kaluar. Iri, ti ndonjë gjë këtu për të shtuar? Jo, përgjithsisht të jetat ide pak a shumë Palantir, Ionrik, edhe dola që të hanën, nuk është e dola të përkurën, veç që nuk është se kisha shumë besim të tregu atë javë, i mbylla në profit. Ideja është që këtë situata unë jam shumë i fiksuar, do të të ruaj kapitalin tim në maksimum edhe stop losset në profit, edhe nuk kam mbyll telefonin edhe vazhdoj me punët e mia edhe për godasit e okej, këtë trend barovi, e parësi se mund gjithë më lartë. Më kam strategji që përqen më shumë të mbyll në profit edhe jem bërë rahat. Tregu më është shumë lartë, më është shumë poshtë, nuk është më dorën time me unë hyra në momentin e dorë edhe. Edhe në këtë treg du t'jesh shumë i kujdesshëm, edhe po bën gjëra duhur sepse jemi në një bear market. Mund të praktikojmë, të më thënë që kemi një GDP të dobët, edhe kështu edhe të mbajmë pozicione hapur në përqindje shumë më radhë, që mund të thënë portofolin shumë minus. Po, unë si tregtar afat mesëm kam pasur shumë vështirësi këtë vit, sepse sa fillon të një valë pozitive, ndërtoja portfolion 4, 5, 10, 15 kompani njëkohësisht i bleja dhe shuheshe shumë shpejt profiti.
Edhe i dilja me pak fitore, me pak humje të disa dhe balancoja demi situatën që nuk marrë me humje këtë vit. Në kompani që do i tregoja dëgjuesve për nëse duan nëse kishin ndërmjet të bënin buy and hold në këtë market, sa keq mund të shkoj. Është BW, BW. Ne kemi diskutuar të tetor nëntori për të tregtuar. BW. Babcock kjo është për inxhinier, apo për si VSP pak a shumë po. Po. Okej. Faleminderit për këtë. Ne tregtuam të vala e parë jeshile të $1.4 deri në $2, edhe sot është $0.4. Kështu që buy and hold do ishim shumë minus që se të tani që kemi kalkuar ta kam harruar fare. Edhe kjo është ideja, domethënë që është ka shumë kompani të tilla, domethënë që janë shumë të mira, që shohin një rritje potenciale jashtëzakonisht të madhe dhe kemi një ulje kaq të thellë. Po, ja shikojmë këtu që analistët e parashikojnë te $2.30. Po, parashikojnë duhet të $4. Po. Po sikur të marrin vetëm 50% që nëse le të themi rritjen me sa këtu të shkojmë deri te zona 50% të uljes, ku ka qenë më parë $1.30 nga 50 cent. 46 cent. Të drejtën të 0.4, që tash mendoj se është një zakonisht shumë, që mendoj se mund të ketë një rritje të vogël. Po, deri te kjo zonë është 178%. Po, super ide kjo. Është super ide. Do të një rritje momentum. Po gjithsesi jam profit, do të thënë lëvish shumë me 10-15% të ditë, ulet me 5% ditë tjetër, është në një fazë konsolidimi. S'ka marrë akoma dhe valën atë euforim blerje prap. Okej, unë kam bërë një alert këtu. Pozitive në kompania, është një kompani apo gjatë, do të thënë që parashikon të hyjë në projekte të fuqishme për energjinë 2025-2026. Është më butë. Tregu i US Oil mendoj që është gjuhë një le të themi një rritje. Mua të shikoj të premte US Oil sepse kur shikojmë US Oil do ta mulojmë tani, por me që po flasim për Oxy. Oxy ka treguar resistance, me që se po e ulje çmimit të oil. Ka marrë ato $40. Po US Oil po bën një double bottom këtu. Dhe ndoshta këtë javë se javën e vazhdim mund të fillojë që të ketë ndonjë rritje. Por do ta marrim në vazhdim, akoma nuk është gati për mendimin tim, ose për strategjinë time nuk është gati. Unë gjithmonë kur flas me strategjinë time, nuk bëj analiza të përgjithshme. Po ka treguar goxha resistance, ose se oil ka pasur lëvizje 5-6%, Oxy po thotë se ka lëvizur fare ja për $40. Po. Shumë atë pa Babcock është shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit për atë ide. Do ta vëmë në listë. Po vetë vjen në drejtë edhe. Patjetër. Po që kapim ato 200% do të çojmë me pushimin në Dubai. Është. $1 ta kapim në Dubai me pushim. Ça? Do të kapim $1.4, siç ishte tregtimi kur u futëm herën e kaluar. Imagjinoni domethënë tash mund të presë. Po tash domethënë herë fundit unë futa te $1.4, donat e $2. Po ta kisha mbajtur deri më sot, do isha minus 80% në shkatën. Po. Është një herë mos bini dashuri me stokë të tua. Po, mos bini dashuri asnjëherë. Pik. Jo vetëm me stokë. Gjivo ka qenë një nga lëvizjet që ne kemi përfituar shumë, 2 valë kryesore dhe Gjivo tani ka bën këtë konsolidimin. Unë do ta ul makinave elektrike sigurisht do prisja një avancim të Teslës ose ndonjë kompani tjetër që për teknologjinë e Teslës që të kenë rritje edhe dytësore. Po,
Kemi edhe këto tjera si plag, besoj edhe kjo është për një industri më duhet, po. Dhe kjo një industri rënje të madhe, po ringjallje e kësaj industrie ndishe pozitive. Mio ka treguar forcë relative dhe $4 për përshtypje. Pash, dhe ja ku shikoni një shembull këtu shumë qartë se pse nuk do të mani afat gjatë asgjë. Shikoj, 2021-shin plag ka qenë $75. Tani po flasim në 2025-ën 0.84 cent. Nga 2021-shi deri tani ndoshta ka humbur 99% të vlerës. 98.8% të vlerës. Po ju pretendoni që një aset do rritet, se mendon ti që do rritet, jo sepse ka arsye fundamentale ose teknikale që do rritet, jeni të gabuar, se kjo është vetëm një shembull që kemi. Edhe është një kompani që ka të ardhur edhe shërbime, produkte. Okej. Për aksionin unë përmendoj tani me kaq. Kleo, ti s'ke ndonjë ide për këtë javë? Kishe JP Morgan që të eci mirë, sa di unë në momentin që ndave te grupi i Discordit. Ke pasur dhe ca... vetëm ne Netflixin që ka traktuar, ka për mira dollar. Kishte ide super për të marrë afat nesër. Afat gjatë. Kush? Netflixi. Që në nëntor, më duket, jo, në janar diçka e tillë, para Netflixi ma. earnings. Edhe unë tetova televizja dhe fitova capa $1 me ulje në tregut. Po Netflixi ka qenë shumë mirë. Axon ka qenë një ide mirë, Kleo, që ka ndarë falas të Telegrami. Starbucks, po. Kleo mundohet, ai sa koka të ndihmoj dhe Kleo në Telegram. Okej. Po mbyllim këtë segmentin e stocks me kaq. Për analizat e tjera mund të shkoni te Telegrami jon që ne ndajmë analiza gati çdo ditë për tregjet financiare dhe për specifikisht kripton, stocks dhe madhat në këtë mënyrë që bëjmë këtu. Dhe të shikoni këto charte çdo ditë, jo në fund të javës.